besimin, po nuk kam kohë për të gjëra. Dhe ndodh që çfarë ka? Ndezur janë. Ndezur është. 1, 2, dëgjohet. Dëgjohet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dëgjohet, mirë është. Okej, e pse e them këtë gjë? Sepse kur shkon tek mjeku dhe ti jep një recetë, edhe ti imagjino pak ti jep diagnozën, edhe ti do bësh ç'është e mundur që ta lexosh atë recetën që të thot mjeku, pavarësisht se nuk të pëlqejnë librat apo të lexosh. Domethënë ajo aty është e ardhmja e jetës sate. Kështu që me çdo lloj kushti ti do të përpiqesh ta kërkosh dhe ta gjesh se çfarë po thot aty. E njëjta gjë është me fjalën e Perëndis. Nuk është çështje kur të kem kohë të lexoj ca njohuri, librash, ku e di unë. Është çështje jete, është çështje mbushëllie. Perëndia i qiellit dhe i tokës na ka dhënë fjalën e tij të çmuar dhe nuk ka si Bibla. E them shpesh dhe nuk do të ndaloj së thëni. 1500 vjet është dashur të shkruhet fjala e Perëndis nga fillimi në fund. 1500 vjet, 40 autor, 3 kontinente, 3 gjuhë, një temë. 1500 vjet, 40 autor, 3 gjuhë, 3 kontinente, një temë. Kush person mund të mbikëqyr një punë, një libër kaq të fortë, kaq në një formë kaq të plot? Askush. Prandaj fjala e Perëndis qëndron kundrejt çdo gjëje tjetër sepse është e dukshme. Perëndia është mbret. Jemi në këtë udhëtimin ton varg për varg që shohim nga fjala e Zotit, sepse nuk kemi njohuri njerëzore çfarë mund të themi. Fjalët njerëzore mund të jenë emocione të çastit, por fjala e Perëndis mbetet për jetë. Dhe jemi tek libri i Romakëve. Bibla ka 66 libra, një prej librave të Biblës është libri i Romakëve, është letra në të cilën apostulli Pali drejton kishës në Rom. Jemi tek kapitulli 11 dhe është kapitulli i fundit që na flet për Izraelin. E sa shumë antisemitizëm ka filluar të ketë në botë her pas here valë të tilla dhe ndoshta nga herët e pakta që një antisemitizëm i njohur po shfaqet kaq shumë edhe në vendin tonë. A nuk ju bën përshtypje se sa kombe ka në botë, se sa popull ka në botë, po si ka mundësi sa herë dëgjohet fjala Izrael, nuk krijon ndonjë përshtypje të normale. Diku do të krijojë një përshtjellim të shpirtit dhe të qenies të brendshme të njerëzve. Si është e mundur që një popull kaq i vogël të krijojë një gjë të tillë? Dhe ky pasazh do të shohim sot nga vargjet 11 deri 24 i kapitullit 11 në fakt tregon një gjë shumë interesante, jo vetëm për Izraelin, por na tregon për besnikërinë e Perëndis. Është një pasazh më të rëndësishme për të kuptuar se Zoti është sovran. Fjala sovran do thotë që ka në kontroll dhe ka krijuar çdo gjë. Zoti është sovran mbi historinë njerëzore, mbi doktrinën e hirit, mbi marrëdhënien midis Izraelit, kishës. Zoti është sovran mbi jetën tënde. Ai të ka dizenjuar, ai të ka sjell, ai do të çojë deri në fund. Kjo pjesë shërben për të korrigjuar krenarinë njerëzore dhe është një himn se sa i madh është Perëndia ynë. Në fakt, gabimi i madh i njeriut është se gjithmonë e vendos veten në qendër të historisë. A keni dëgjuar një histori kur hap librat e historisë, gjithmonë janë ca njerëz, është një popull, janë ca individ, gjithmonë në qendër të historisë njerëzore vendoset njeriu, ndërsa Bibla vendos në qendër të historisë gjithçkaje Perëndin. Perëndia qëndron në qendër dhe jo njeriu. A është Perëndia besnik ndaj premtimeve të tij? Kjo është çështja më themelore. A është Zoti besnik ndaj premtimeve të tij? Zoti ka premtuar gjëra në Bibël, po a do t'i mbajë Zoti deri në fund këto gjëra? Dhe mos e merr të mirë qenë se ka shumë njerëz që dyshojnë këtë pjesë. Nëse Perëndia nuk do të ishte besnik ndaj Izraelit, atëherë asnjë krishter nuk do të mund të kishte siguri për shpëtimin e tij. Dëgjoni pak. Zoti zgjodhi një person, Abrahamin, përmes të cilit të zgjidhte një familje, nga familja do të vinte një komb, dhe nga ky komb Zoti do të sillte gjithë fjalën e tij për ne. Nga ky komb do të bekohej e gjithë bota. Dhe nga ky komb do të vinte vetë shpëtimtari, vetë Zoti. Zbriti erdhi përmes këtij kombi. Por çfarë ndodhi? Ky komb
nuk e pranoi shpëtimtarin. Dhe te ligji për të rirë në dhjetën e vjetër shumë kohë përpara, vetë Mojsiu deklaroi se kur të vi koha që ky komb nuk ka për të pranuar Zotin, ky komb do të endet. Do të endet deri në skajet e dheut. Dhe çfarë ndodh kjo gjë? Kjo është mrekullia e Perëndis, le ta themi në këtë lloj forme. Nëse Perëndia nuk do të ishte besnik, nëse Zoti e ka hedhur poshtë siç mendojnë shumë njerëz Izraelin, atëherë asnjë besimtar i krishterë nuk do të mund të kishte siguri për shpëtimin e tij, sepse Zoti dështoi. A dështoi Zoti me këtë popull? Ka shumë njerëz, shumë besime në fakt që mendojnë që Zoti zgjodhi këta, pastaj këta nuk vazhduan me Perëndin dhe Zoti hodhi tutje. Domethënë ja vën barrën e çdo gjëje njeriu dhe Perëndia mbetet si vetmitar në këtë pjesë. Le të shohim pak pjesën e parë. Rënja e Izraelit, thot aty, është një akt i providencës sovrane të Perëndisë dhe jo një dështim i planit të tij. Le të lexojmë pak fjalën e Zotit. Jemi tek vargjet 11 deri 12, dy vargjet e para. Thot kështu: Po them, thot autori, mos u penguan që të rrëzohen, e ka fjalën për hebrejt, kur mos qoftë, por përmes hapit të gabuar ose përmes rrëzimit të tyre, u erdhi shpëtimi kombeve për t'i bërë ata xheloz. Çfarë po na thot deri këtu është që këta u rrëzuan, nuk pranuan Zotin dhe Zoti e përdori këtë që shpëtimin të çonte kombeve. Si kombeve? Që të bëheshin xheloz populli i Izraelit. Çdo të thotë xheloz, po këta janë të personat që Zoti zgjodhi për të qenë, le ta themi në këtë lloj forme. Zoti zgjodhi një komb për të qenë i paralindur i tij. Imagjino pak një person që ka fëmijën e tij të lindur në familje. Dhe ky person që është fëmia e tij lindur në familje, nuk vlerëson dhe do të largohet nga familja e vet, nga shtëpia e vet. Dhe di çfarë bëjnë prindrit? Për ta shtënë në xhelozi të gjë, fillojnë të adoptojnë një person tjetër, komplet jashtë. Dhe ky personi tjetër, komplet jashtë, fillon të dashuron kaq shumë këtë familje, flet me kaq shumë zell për këtë familje, për këta prindër ku është, sa që çon këtë djalin që e merrte gjithçka të mirëqen në xhelozi për të thënë prit pak se un jam prej kësaj familje, un jam rënja në këtë familje dhe ky që sapo erdhi, po shijon kaq mirë çfarë pas kam humbur. Kjo është ideja me popullin e Izraelit dhe kombet e tjerë. Populli i Izraelit gaboi duke u larguar nga fjala e Zotit, duke u larguar duke mos pranuar Krishtin, atëherë Zoti e përdori këtë pjesë për të çuar ungjillin në kombet pagan, siç jemi edhe ne, për të na hapur syt dhe për të na shartuar në veten e tij, në mënyrë që kombi i tij Izraeli, po flasim për fjalën e Zotit, po flasim për ngjarje reale që janë aty. Në mënyrë që kombi i Izraeli të bëhet xheloz për të thënë prit pak. Çfarë po ndodh? Këta kombe që janë besimtarë nga gjithë ato vendet që po besojnë tek Perëndia i Abrahamit, Isakut, Jakobit, Perëndia i jetërve tanë, këta po shijojnë bekimet. Ç'po ndodh? Edhe për t'i çuar në xhelozi ata. Tani nëse hapi i gabuar, vazhdon pasazhi i tyre, është pasuri për botën dhe dështimi i tyre është pasuri për kombet, sa më tepër do të jetë plotësia e tyre. Nëse rënja e tyre çojë në bekim për kombet, po afrimi i tyre sa më shumë ka për të bekuar kombet. Kjo nuk është vetëm një pyetje historike, ka të bëjë me atë se kush është Perëndia. Nëse do ta shohim historinë njerëzore me syt tan njerëzor, do të shohim se Izraeli dështoi dhe plani i Perëndis u prish, por Bibla e refuzon kategorikisht një gjë të tillë. Historia e Izraelit, e këtij kombi që është endur në skajet e botës dhe më në fund u bë përsëri vend, u bë përsëri komb, një komb i vogël. Historia e tij është prova më e madhe se Zoti është sovran. Perëndia nuk improvizon kur diçka të dytë. Zoti nuk ka një plan B se ju prish plani A. Perëndia nuk u befasua nga kjo gjë, aq sa nuk u befasua nga kryqëzimi i birit, sepse vetë Perëndia e kishte caktuar kryqëzimin e Krishtit. Isaia 53 na tregon që Krishti do të kryqëzohej. Dhe Zoti ishte plani i Perëndis për të bërë të gjë. Ai nuk u befasua nga mosbesimi i Izraelit. Ai kishte caktuar që përmes këtij refuzimi
që Izraeli do t'i bënte fjalës së Zotit, vetë ungjilli do të shkonte dhe do të trokiste te kombet, ashtu siç erdhi dhe tek ne. Sovraniteti absolut i Perëndis është i mrekullueshëm. Zoti ka gjithçka në dorën e tij. Nuk ka asnjë gjë rastësi, thot fjala e Zotit. Nuk ekziston rastësia për Perëndin. Zoti është mjeshtër i shkrimit të historisë në detaje të caktimit të saj. Isaia 46:10 thot kështu: Unë shpall, thot Zoti, fundin që në fillim. E kush mund ta deklarojë një gjë të tillë? Unë, thot Zoti, shpall fundin e gjërave që në fillim. Këto 3 kapitujt të Romakët 9, 10 dhe 11 janë një mbrojtje, na tregojnë për karakterin e Zotit, që Zoti kur nuk dështon. Njeriu duket se dështon, kombet duket se dështojnë, por Perëndia ka planifikuar në sovranitetin e tij edhe dështimin e njerëzve. Nëse shumica e Izraelit e refuzoi Krishtin, a dështuan premtimet e Zotit që kishte thënë? Përgjigjja është: premtimet e Perëndis nuk mund të dështojnë, sepse ato nuk varen nga njeriu. Dëgjoj pak. Premtimet e Zotit nuk mund të dështojnë sepse nuk varen nga njeriu. Njerëzit ndryshojnë me kohën, por zgjedhja e Perëndis mbetet e palëkundshme dhe e pam herën e parë se si Zoti thoshte: e desha Jakobin, e urreva Ezaun. 2 personazhe. Mosbesimi i Izraelit ishte real. Mosbesimi i Izraelit ishte i gabuar, por njëkohësisht është nën kontrollin dhe sovranitetin e Perëndis. Këtu shohim një nga paradokset më të mëdha të Biblës, si njerëzit shtangen, dhe prandaj apostulli Pali përfundon duke thënë: o pasuri thellësie të Perëndis, kush e njohu mendjen e Zotit që t'i jap atij një këshill? Njeriu është plotësisht përgjegjës. Dëgjoj mirë këtë gjë. Njeriu është plotësisht përgjegjës për mendimet, për veprimet, për çdo gjë që flet, mendon, vepron, dhe Perëndia në të njëjtën kohë është plotësisht sovran. Si përputhen këto të dyja, sovraniteti i Perëndis, që Zoti ka shkruar çdo gjë, dhe si përputhet me përgjegjësinë e njeriut, kjo është një nga mrekullitë e thellësisë së panjohshme të Perëndis. Në fakt ka një gabim, shumë njerëz mendojnë kur mendojmë në lidhje me besimin, e shikojnë Zotin sikur të jetë një artist që ka lidhur ca fije penç dhe drejtojnë ca kuklla. Nuk është e tillë, është gabim. Zoti është sovran, Zoti ka shkruar historinë dhe njeriu është përgjegjës. Si bashkojnë këto të dyja? Dëgjoj edhe një herë mirë. Kjo është thellësia e misterit të bukurisë të njohjes në thellësi Zotit. Ashtu si në kryq, njerëzit kryqëzuan Krishtin me ligësi, të kryqëzohet, thiri turma. Lëshoni Barabën, që ishte kriminali dhe kryqëzohet Krishtin. Perëndia kishte caktuar kryqin para themelimit të botës. Para se bota të ekzistonte, thot Bibla, kryqi i Krishtit ishte caktuar tashmë. Asgjë nuk ndodh jashtë dekretit të Perëndis, por njeriu mbetet plotësisht përgjegjës për mëkatin e tij. Asnjë gjë nuk ndodh larg, jashtë planit në detaje të Perëndis, dhe në të njëjtën kohë njeriu është plotësisht, jo pjesërisht, por plotësisht përgjegjës për mëkatin e tij. Asnjë forcë njerëzore nuk mund të pengojë planin e Perëndis. Mëkati i njeriu nuk mund të rrëzojë sovranitetin e Perëndis. Madje Perëndia përdor dhe rebelimin për të përmbushur qëllimin e tij. Më kujtohet historia e mrekullueshme e vëllezërve me Jozefin. Vëllezërit e Jozefit e morën dhe kishin shumë inat, dhe kur ishte ende i vogël, donin ta vristin, por në fakt u treguan të mëshirshëm dhe e hodhën në pus, kur kishte thatësirë në atë pus. Më pas pan një karvan tregtarësh dhe e shitën vllajën e tyre nga urrejtja që kishin. Zoti ishte sovran në gjithë të pjesë. Ju e dini, ose nëse nuk e dini, shikojnë te libri Zanafillës gjithë historinë e Jozefit, se si Zoti e përdori dhe më pas e bëri të dytin në mbretërinë e Egjiptit pas faraonit. Dhe kur ndodhi që vëllezërit, bota është portokall thon, kur vëllezërit shkuan në gjendje të mjerueshme përpara Jozefit shumë vite më vonë,
Dhe pas Jozefi u zbulua të vërtetën dhe pan të vërtetën, u friksuan, sepse ai mund të akmerej. Dhe e dini se si tha Jozefi në fund fare, të keni tek libri Zanafillës, është e mrekullueshme. Tha Jozefi, a jam unë vallë në vend të Zotit të akmerem kundër jush? Ju atë që kishit planifikuar për gabim, për keq, për të më bërë mua keq, Zoti e përdori për planin e tij. Kur shohim largime të ndryshme që ndodhin njerëzve nga besimi, mendojmë, kur shohim periudha të ndryshme errësire në jetën tonë ose rënje të kishës, nuk mund të harrojmë se Zoti është ende mbret. Edhe në periudhat më të errta të jetës tënde dhe të jetës së kishës lokale, Zoti është ende mbret. Po pse mendoni ju se kur ndodhi në 67-ën largimi i besimit, u shkatrua kisha e Zotit? A e mbani mend se si tha Zoti ynë, jam unë që do të ndërtoj kishën time. Kisha është e Zotit, Bibla e quan kishën e Perëndis nusja e Krishtit. Dhe është Zoti që e ndërton, është Zoti që e bën. Kisha nuk mbijeton sepse është e fortë. Kisha mbijeton sepse Krishti tha, unë do ta ndërtoj kishën time. Pak vini re vargje 12 deri 16, sepse bekimet e kombeve është mjeti i Perëndis për të sjellë Izraelin përsëri tek vetja. Pra ç'a ndodhi? U largua populli i Izraelit, Zoti e dha këtë mundësi që popujt e tjerë anë mban botës të vinin në besim, dhe tani ky besim i kombeve të tjerë do të sjellë, thot Bibla, në xhelozi popullin e vet që të kthehet tek Perëndia. Tani nëse hapi i gabuar, thot Bibla, i tyre është pasuri për botën, dhe dështimi i tyre është pasuri për kombet, sa më tepër do të jetë plotësia e tyre. Tani po ju them juve, thot Bibla, kombeve, që përfshihemi dhe ne, se për aq sa un jam, thot apostulli Paul, apostulli i kombeve, e lëvdoj shërbimin tim, se mos disi mund t'i bëj xheloz ata që janë mishi im dhe të shpëtoj disa prej tyre. Pra, duke bërë këtë ndarje ungjilli midis kombeve, shpresoj që t'i çojnë në xhelozi, duke thënë prit mos se kjo ishte tona dhe po shijojnë këta të tjerët, të që na u dhan ne, etërve tan. Se nëse hedhja tej e tyre u bë pajtimi i botës, çfarë do të jetë pranimi i tyre në mos të jetë prej të vdekurve? E nëse masa e parë e brumit është e shenjtë dhe brumi është i tillë, dhe nëse rrënja është e shenjtë dhe degët janë të tilla. Dëgjoni pak, ne si popull, duke përfshirë dhe Shqipërinë, nuk kishim asnjë lloj merite për të marrë bekimin e Zotit. Është një shprehje e bukur që ne themi shpesh, o sa mirë me qenë shqiptar, por në krahasim me Perëndin përballë Zotit, nuk ka asnjë gjë të mirë që ti ta meritosh shpëtimin. Efesianët kapitulli 2 na tregon që pa Krishtin, pa shpresën, pa beslidhjen, pa Perëndin në botë, kështu ishim ne. Ne endeshim si një popull pagan, ashtu si dhe kombet e tjerë, ishim pa Krishtin, pa shpresë të përjetshme, pa beslidhjen, Zoti lidhi besën me njeriu, pa Perëndi në botë. Kishim shumë Perëndi, po pa Perëndin e vërtet. Megjithatë Perëndia i zgjodhi. Pse? Jo sepse ishim më të mirë, jo sepse kishim më shumë besim se hebrejt, jo sepse e meritonin, por ishte vetëm mëshira e Zotit. Dhe pa kapitull më vonë, te kapitulli 15, vargu 19, ky apostulli Paul thot, prej Jeruzalemit, gjerë në Iliri. A keni dëgjuar për Ilirin? Gjerë në Iliri, kam shpallur ungjillin e Perëndis. A e meritonin ilirët, edhe më pas pasazhet e tyre të dëgjonin ungjillin e Zotit? Askush nuk e meritonte, ishte vetëm mëshira e Perëndis. Hiri nuk është Perëndia që të jep atë që ti meriton. Hiri është Perëndia të jep pikërisht atë që ti nuk meriton. Perëndia shpëton mëkatarët të padenj që askush të mos mburret para tij. Pali thot se shpëtimi shkoi te jo hebrejnë për t'i nxitur të popull në xhelozi. Dhe kjo është një xhelozi e shenjtë, nuk është një xhelozi e gabuar. Është një xhelozi e shenjtë, është një xhelozi e mirë. Mos harroni shembullin që ju dhash.
një familje ka një fëmijë të vetin i cili nuk po vlerëson çfarë ka dhe ndërkohë një shërbëtor apo i adoptuar në atë familje fillon dhe kënaqet me gjithçka kjo familje. Atëherë vetë biri do bëhet xheloz duke thënë prit se unë jam nga kjo familje, unë kam të gjitha këto gjëra, o sa i marr jam treguar. Perëndia punon përmes mjeteve. Një nga parimet më të mëdha në Bibël është se Perëndia jo vetëm cakton fundin e gjërave, por dhe mjetet. Thonë njerëzit, por nëse Zoti ka caktuar gjërat, pse unë duhet të lutem? Sepse Zoti ka caktuar fundin e gjërave, por dhe mjetet se si do të realizohen këto gjëra. Prandaj dhe lutja është pjesë e caktimit. Ai caktoi predikimin e ungjillit, ai caktoi kishën, ai caktoi dëshminë e besimtarëve që do të besojnë, ai caktoi që ne të ecim në jetë të shenjtë. Perëndia nuk ka nevojë për mjete, por ka zgjedhur të punojë përmes tyre për lavdinë e tij. Izraeli duhet të shohë te kisha bekimet që ai vetë kishte humbur. Dhe dëgjojeni mirë, nëse kisha është e mbushur me formalizëm, nëse kisha është e mbushur me krenari, nëse kisha nuk ecën në shenjtëri, nëse në besimtarët janë persona që thjesht mashtrojnë veten duke thënë se besojnë dhe në jetën reale nuk besojnë, e çfarë lloj xhelozie do t'i bënte ata që të ktheheshin? Ajo duhet të jetë një komunitet ku ka qenë dukshëm qartë shenjtëria, gëzimi, paqja, fuqia e frymës së Perëndisë. Është një pasazh i bukur aty që thotë plotësia e tyre, gjithë populli, sa më tepër plotësia e tyre. Pali pret një vepër të madhe të Perëndisë që do të ndodhë në mezin e popullit hebre para fundit të historisë. Dëgjoj mirë. Populli hebre, populli Izraelit, ka për të rikthyer në besimin e Zotit. Nuk e dim nëse do të jetë në brezin ton apo në brezat e ardhshëm. Por historia e botës, thot një autor në fakt, shiko Izraelin dhe është ora e Perëndisë për ngjarjet e botës. Shumë interesante. Pali pret për një vepër të madhe të Perëndisë në mezin e popullit hebre para fundit të historisë. Kjo nuk do të ndodhë përmes nacionalizmit fetar. Kjo nuk do të ndodhë përmes gjërave të ndryshme. Kjo do të ndodhë vetëm përmes ndarjes ungjillit. Kjo do të ndodhë vetëm kur kisha të ecë me besnikëri, kur njerëzit që deklarojnë që janë të krishterë, ecin me të vërtetë si të krishterë, që mbajnë embrin e Krishtit. Fjala e krishterë do të thotë që ti jesh një krisht i vogël me jetën tënde, me mënyrën si mendon, si flet, si vepron. Nuk mund të kesh të veshur embrin e Krishtit dhe të mos jesh si i tillë. Imagjinoni pak një polic i veshur me robën e policit, i bërë tap, duke ecur rrugëve të qytetit, me kapellë të shtremër. Çfarë mendoni? A figuron bukur veshja e tij, ajo që ai përfaqëson me veprimin e tij? Absolutisht jo. Stonon. Kështu është edhe një besimtar që thotë jam i krishterë dhe kur nuk nderon emrin e Krishtit me mënyrën e të jetuarit. Prandaj për atë që ti ke veshur, nëse deklaron që je besimtar i krishterë, jeto si i tillë dhe mos turpëro emrin e Zotit. Po çfarë ka një zbatim praktik kjo pjesë? Kisha duhet të jetë aq e mbushur me Krishtin, sa bota të detyrohet të pyesë çfarë kanë këta njerëz që ne nuk e kemi. Dhe nëse njerëzit përreth nuk e bëjnë këtë pyetje, atëherë ka shumë gjëra negative, ka shumë gjëra që nuk jemi duke ecur siç duhet. Prandaj Bibla na thret për pendim, për të kthyer, për të ecur një jetë të denjë për Perëndin. Arsyeja pse Zoti e lë besimtarët në tokë dhe nuk i merr direkt në qiell, është të lërë shijen e tij. Si tha Zoti Jezus, ju jeni kripa e tokës, dhe nëse kripa bëhet e amërsht, për çfarë vlen? Për as edhe një gjë nuk vlen. Prandaj është shumë e vlerë për të pyetur, apo vërtet jetoj jetën si një besimtar, a jam unë aroma e Krishtit me mendimet, me dëshirat, me veprimet, me fjalët e mia në këtë botë. Pika e tretë, vargu 16, shumë interesante, thotë, rënja është e shenjtë, beslidhja e Perëndisë është e pandryshueshme. Shikoni si thotë vargu 16. E nëse masa e parë e brumit është e shenjtë për gratë që dinë të gatuajnë, masa e parë e brumit është e shenjtë, edhe brumi është i tillë. Dhe nëse rënja është e shenjtë,
edhe degët janë të tilla. Besnikëria e Perëndis ndaj Izraelit garanton besnikërinë e tij ndaj kishës, sepse Zoti ka për të qenë besnik deri në fund me popullin e tij, Izraelin, dhe kështu ka për të qenë besnik edhe me kishën. Ekziston një ide zëvendësimit, sikur Zoti u lodh me Izraelin dhe e hoqi Minian dhe pastaj mori kishën. Madje del edhe një grup tjetër që thotë Zoti u lodh me kishën dhe na dolën më vonë ca njerëz të tjerë, ca besime të tjera. Nuk funksionon kështu. Zoti është besnik. Zoti nuk ndryshon. E si thot fjala e Zotit? Thot Perëndia vetë, a jam unë si njeriu që ndryshoj? Absolutisht jo. Zoti shpall fundin në fillim. Nëse Perëndia do të shkel beslidhjen me Izraelin, atëherë si mund të jemi të sigurt se nuk do të shkel edhe premtimet me ty? Historia e shpëtimit është historia e beslidhjes së mëshirës së Zotit. Perëndia nuk shpiku një plan të ri në dhjatën e re. Dhjata e re do thot beslidhja e re, beslidhje e vjetër, beslidhje e re. Dhe thonë njerëzit, po ja, është një gjë e re, iku ajo e vjetra. Në fakt ekziston vetëm një popull i Perëndis dhe një mënyrë vetëm e shpëtimi. Beslidhja e hirit është e njëjta. Zoti bëri një beslidhje mëshire me njeriu që prej fillimit. Abrahami nuk u shpëtua nga veprat, por nga besimi. Davidi nuk u shpëtua nga veprat, por nga besimi. Ne nuk shpëtohemi nga veprat, të gjithë shpëtohen vetëm përmes besimit në Krishtin. Do të vijë një ditë, dhe unë e them shumë shpejt, një nga 7 ditë e javës ka për të qenë, një nga 24 orët e ditës ka për të qenë, kur do të lësh banesën këtu në tokë, do të dalësh para Krishtit. Ke për të dalë për para Krishtit. E beson apo jo, kjo nuk varet nga ti, sepse besimi yt nuk ka për të bërë që Zoti të jetë, dhe mos besimi yt nuk ka për të bërë që Zoti të mos jetë. Ai është, dhe ti ke për të dalë përpara tij. Dhe nëse nuk qëndron në bazë mëshire, nuk ka asnjë gjë tjetër që mund të mbajë. Rënja përfaqëson premtimet që Perëndia i dha Abrahamit. Kjo është arsyeja pse Perëndia nuk mund të braktisë plotësisht popullin e tij, sepse Zoti premtoi jo në bazë të njeriut, por në bazë të vetes së tij. Nuk e di nëse e keni lexuar, por kur Zoti bëri një beslidhje me Abrahamin, ai kaloi vetë tek altari i therrjes, tek ajo beslidhje, për të thënë shkurtimisht një fjalë të tillë: u bëfsha dhe unë kështu, thot Perëndia, nëse nuk kam për të realizuar. Shprehje shumë e fortë. Shumë e fortë. Sepse Zoti nuk mund të mohojë vetveten. Zoti nuk mund të mohojë vetveten. Atë që Zoti planifikoi, atë do ta çojë deri në fund. Atë që Zoti tha, atë do ta plotësoj. Te 2 Timoteu, vargu 2, vargu 13 thotë kështu: nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik. Nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik. Ne themi, okay, ma bëri filani kështu, edhe unë kështu t'ja bëj. Perëndia nuk vepron në të njëjtën mënyrë. Nëse ne jemi të pabes, ai mbetet besnik. O, çfarë qetësie i jep shpirtit kur pa dashje apo me dashje në rrugëtimin e tij tregohet i pabes për t'u kthyer te besnikëria e Perëndis. Mos harroni, besnikëria e Zotit është një sulm kundër krenarisë të zëvendësimit. Ç'do të thotë? Po ta shohim me kujdes, shkrimi shmang 2 ekstreme. Idenë se Izraeli nuk ka asnjë vend në planin e Perëndis, sikur Zoti e urren popullin e Izraelit. Këta janë shumë të këqij, e keni gabim. Ata janë njerëzit që Zoti zgjodhi që me farën e Abrahamit. Ata janë populli i zgjedhur i Zotit. Madje diku tjetër në fjalën e Perëndis thotë bebja e syrit të Zotit. Bebja e syrit të Zotit. Wow, çfarë do të thotë kjo pjesë? Mos luaj me beben e syrit të Zotit. Ideja se ekziston 2 popull të ndryshëm shpëtimi, Izraeli dhe kisha. Në fakt nuk është fiks një gjë e tillë, është një popull shpëtimi. Të dy janë pjesë të kësaj rënje. Ekziston një ulli, Perëndia na jep shembullin e ullirit të bimës. Një rënjë, një shpëtimtar, një ungjill. Besimtari nuk mbështetet mbi ndjenjat e tij, mbi ndjenjat e turmës.
Kur shkova dje tek manifestimi, turme madhe dhe ndjesh emocione të ndryshme që vijnë dhe ikjen. Janë vetëm të përkohshme. Shkon në shtëpi dhe është realiteti i përditshëm. Pra besimtari nuk mbështetet thjesht në emocionet e tij, ai mbështetet mbi besnikërinë e Perëndis. Shumë interesante është që ti e merr fjalën e Zotit dhe lexon atë të shkruar në gjuhën tonë që Perëndia është besnik dhe ti kërkon të besosh te kjo besnikëri e Perëndis dhe vendos gjithë jetën tënde në mendimet, në dëshirat. Ti zgjedh të jetosh një jetë që nderon emrin e Krishtit. Ti zgjedh të flasësh fjalët që do nderojnë emrin e Krishtit. Nëse shpëtimi do të varej nga njeriu, askush nuk do të arrinte në qiell. Dëgjojeni mirë të gjë. Sepse ekziston në mënyrë shumë të natyrshme një pjesë jo e duhur që fjala e Zotit e kundërshton. Njerëzit mendojnë, a do shkosh në parajs ti kur të vdesësh? Dhe njerëzit thotë, po unë nuk kam bërë aq shumë të këqija. Nuk është çështje kam bërë më shumë të këqija apo ke bërë më pak të këqija. Ti je në kampin armik të Perëndis. Ti qëndron në kampin armik të Zotit, e si mundet ti të rish me të? E si mundet ti të kesh miqësi të përjetshme kur je në armiqësi me Perëndin? E çfarë armiku jam unë? Ti je në gjak me Perëndin. Sepse para ardhësit e tu ishin në gjak me Perëndin. Dhe ne në Shqipëri e them shpesh të pjesë, ne kemi kanunin e lek Dukagjinit. Dhe çfarë është ideja te kanuni? Nëse unë si person bëj një ngjarje, atëherë përgjegjës mbeten dhe fëmijët e mi për atë ngjarje. Brez pas brezi, pse? Sepse ti tashmë ke lindur në atë pjesë, ke lindur në atë kamp, ke lindur në atë familje. Dhe kështu ne lindëm në Adamin. Kështu ne lindëm në Adamin. Dhe jemi në kampin armik. Por Perëndia në dashurinë e tij të madhe nuk na la, por erdhi dhe na mori, na dha dorën e paqëtimit përmes Krishtit. Vetë Perëndia ka shumë e deshi botën sa që dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ulliri i egër e cilëson Perëndia kombet. Ulli i egër. Shumë interesante, vargjet 17 dhe 22. Keni pak durim ta dëgjojmë pak. Thotë kështu. Tani nëse disa deg u këputën, pra nga ulliri origjinal, Zoti për shkak të mosbesimit këputi ca deg. Shikoni pak shembullin që na merr. Dhe ti duke qenë ulli i egër, thot, u shartove në to. Pra, kishim ullirin origjinal, Zoti këputi degët nga mosbesimi i tyre dhe të mori ty që ishte një ulli i egër, ty dhe mua nga kombet që quheshin, dhe na shartoi, na futi, na lidhi tek ulliri origjinal. Dhe u bëre thot bashkëpjesëmarrës i rënjës, do me thënë i ullirit. Mos u mbur tani ti thot kundër degëve, por nëse mburesh kundër tyre, kujtohu se nuk e mban ti rënjën, por rënja të mban ty. Dëgjove mirë, mos u mbur thot. Ti do të thuash atëherë, po degët u këputën, që të shartohesha unë. Mire the thot, bukur, kështu është. Ato u këputën për shkak të mosbesimit. I këputi Zoti për shkak të mosbesimit. Ndërsa ti thot qëndron për shkak të besimit, mos të rritet mendja, por rezultati frigohu, ndryshe friksohu. Sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët natyrore, nuk ka për të kursyer as ty, thot Bibla. Shiko pra, mirësinë dhe reptësinë e Perëndis. Nga njëra anë reptësinë ndaj atyre që u rrëzuan dhe nga ana tjetër mirësitë e Perëndis ndaj teje, po të vazhdosh në mirësinë e tij. Përndryshe, edhe ti do të këputesh, thot Bibla. Kjo është ndoshta nga pikat më të forta të këtij pasazhi. Është një nga pikat më të forta të këtij pasazhi. Pali u drejtohet jo hebrejve duke thënë, mos u mbur, a je krishter, beson në Krishtin. Mos u mbur, mos e mbaj veten për lart. Ky tekst nuk mëson humbjen e shpëtimit të zgjedhurve, por tregon se Perëndia nuk toleron krenarin. Dëgjoj mirë, Zoti nuk toleron krenarin. Krenaria në fakt është mëkati që rrëzoi Satanin. A i dini që është mëkati i parë krenaria që ekzistoi. Djalli ishte krenar, Zoti e dëboi.
Krenaria është një nga mëkatet më të shpifura, që shkatron nga dalë jetën e njeriut. Hiri shkatron çdo arsye për krenari. Çfarë solli një jo hebre në shpëtim? Çfarë solle ti për shpëtimin? Çfarë kontribove ti për shpëtimin? Asgjë. Ti ishe madje një degë egër, thot Biblia. I vdekur në mëkate, pa një beslidhje, pa shpresë. Tek Efesianët 2 na tregon që Perëndia e mori dhe e shartoi. Pali na thot, ti nuk e mban rënjën, por rënja të mban ty. Mori Zoti nga një degë egër dhe të shartoi. Lind pyetja, a u more vet? A u preve vet dhe vajte tek ulliri? Jo, duart e mjeshtrit të universit të morën dhe të shartuan në origjinën e duhur. Shumë interesante është. Njerëzit mendojnë në fund fare sikur, wow, unë besova në Krishtin. Jo, nuk besove ti tamam në Krishtin. Ishte Zoti që të mori me duart e tij të mrekullueshme, që kishte caktuar tashmë nga fillimi, fundin, ashtu siç tha, unë deklaroj fundin nga fillimi, të kishte caktuar dhe në momentin e duhur, Zoti të sjell në vete, të hapen sytë dhe t'i thua, o Zot, kam nevojë dhe dua të njoh ty, dua të jetoj për ty, dua të besoj në Krishtin dhe ti merr bekimin dhe drejtsinë e Perëndis dhe Krishti merr mëkatin të ndodh shkëmbimi mrekullueshëm, na thot Biblia. Mënyra më e sigurt për të humbur ndjenjën e hirit është të fillosh të mendosh se ti e meriton atë. Wow, unë e meritoj të shpëtohem. Sa njeri i mirë që jam. Është gabim. Nuk je njeri i mirë. Krenaria fetare është nga mëkatet më të rrezikshme. Farisejt kishin një doktrinë, kishin traditë, kishin privilegje, por humbën Krishtin. Pse? Sepse ishin krenar. Dhe derisa këto gjëra të bëhen, si thot Bibla, dhjata e vjetër na u dha si një mësues për te Krishti. Këto shembuj ishin për të na mësuar ne që të jemi të kujdesshëm. Edhe një komb, thot një autor, që nuk mëson nga e shkuara, ka dispozitën për ta përsëritur atë. Pali u thot jo hebrejve, mos mendoni se jeni më të mirë, mos mendoni se fituat shpëtimin, mos mendoni si privilegjet tuaja janë rezultati i meritës suaj. Ti nuk e mban rënjën, por rënja të mban ty, thot Biblia. Çdo frymëmarrje shpirtërore që ti ke është një dhuratë, dhe jo vetëm shpirtërore, por dhe fizike. Çdo fitore mbi mëkatin është hir, çdo shërbes është hir, çdo ditë në Krishtin është hir. Prandaj krenaria dhe mohimi praktik i ungjillit është e tmerrshme. Vështro mirësinë, thot Pali, dhe ashpërsinë e Perëndis. Dëgjoni pak këto të dyja. Vështro mirësinë dhe ashpërsinë e Perëndis. Predikimit moderne në botën e sotme flasin vetëm për dashurinë. O, sa shumë të do Zoti ty. Zoti bëri këtë gjë dhe kjo është e vërtetë. Por nuk tregojnë pjesën tjetër. Biblia flet dhe për gjykimin. Në fakt janë dy pjesë, po të shohim këtu, se shumë e rëndësishme. Mirësia dhe ashpërsia e Zotit. Dhe mbajini më mirë këtë pjesë, janë shumë, ka të bëjë me jetën tënde, ka të bëjë me jetën time. Pali po na tregon mirësinë e Zotit dhe ashpërsinë e Perëndis. Dhe këto janë të vërteta, janë të vërteta. Predikimi i vërtet duhet zbulojë këto të dyja. Mëkati duhet të dënohet. Zoti nuk toleron mëkatin. Për shkak të mëkatit, Krishti shkoi në kryq, biri vdiq. Për shkak të mëkatit, Zoti nuk toleron mëkatin. Ne mos e falim, bën një sy qorë edhe një vesh shurt. Absolutisht mëkati është i tmerrshëm. Mëkati është i tmerrshëm. Por Krishti mori dënimin për ty. Zoti nuk fal pa kosto. Nuk ka asnjë gjë falas në këtë botë, është një këngë që këndon Alban Skënderaj. Asnjë gjë nuk është falas. Dhe është e vërtet, nuk është asnjë gjë falas. Edhe mëkati nuk është falas. Ju kushtoi Perëndis Krishtit vdekje në kryq, shumë shtrenjtë. I shenjtë i qiellit zbriti në tokë dhe pagoi. Dhe u dha falas si një dhuratë për shkak të dashurisë, por kushtoi shumë shtrenjtë. Mos fol kur për dashurinë e Perëndis duke harruar shenjtërinë e tij. Historia e kishës e vërteton këtë gjë në fakt. Kur kisha u bëhet krenare, kur njerëzit bëhen krenar, kur humbet ungjilli, kur humbet fuqinë, kur humbet të qenit se kush ishte në të vërtetë, Perëndia mund të heqë shandanin, na thotë tek libri i fundit i Biblës.
Nëse shpëtimi do të varet nga njeriu, askush nuk do të shpëtojë, por shpëtimi është vepra e Perëndis, është ai që të shpëton, ai që të ruan, ai që të rikthen. Izraeli refuzoi Mesian, por Izraeli përsëri Zoti ka një plan për të, nuk do ta lërë dhe nuk do ta braktisë. Asnjë popull hebre apo jo hebre nuk shpëtohet pa Krishtin. Ekziston vetëm një shpëtimtar, vetëm një kryq, vetëm një ungjill, vetëm një rrugë. Njerëzit thonë ka shumë rrugë për në qiell. Kështu thonë njerëzit. Bibla thot, unë jam rruga, thot Jezusi, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati, vetëse përmes meje, thot Krishti. Bota ka shumë rrugë, thot, po ja, unë gjej Zotin në këtë formë, unë e gjej në këtë formë. Bibla qëndron këtu dhe thot, ka vetëm një rrugë. Këtë do të besosh. Kush është më e sakta? Patjetër Perëndia. Por mos haro, Jezusi thotë që është e ngushtë rruga që të çon në jetë. Hiri është më i madh se mosbesimi. Izraeli kishte refuzuar profetën, refuzuar birin e Perëndis, kishte refuzuar ungjillin. Megjithatë, Pali na thotë, ka shpresë. Perëndia është i fuqishëm, nuk ka zemër aq të fortë sa hiri i Perëndis të mos ta thyej. Dëgjoj mirë. I njëjti diell që zbut dyllin, i njëjti diell forcon baltën. Kështu që Zoti mund ta përdorë për nderin dhe për lavdinë e tij. Ky tekst është një ilaç kundër dëshpërimit. S'ka shpresë, thon shumë njerëz. Bobosi është bërë, s'ka shpresë. Në fakt, vërtet, me sytë njerëzor nuk ka shpresë, por është Perëndia që hap syt për të sjellë në shpëtim. Romakët 11, vargjet 11-24 nuk janë thjesht një mësim për Izraelin. Shumë njerëz si marrin si të tillë në fakt, por janë një shpallje e lavdisë së Zotit. Ky pasazh na mëson se Perëndia kontrollon gjithë historinë. Zoti tashmë ka shkruar gjithë historinë njerëzore në detaje, edhe historinë e jetës tënde. Zoti si një mjeshtër shkroi filmin e jetës së madhe njerëzore duke përfshirë dhe ty si personazh, duke zgjedhur prindrit e tu dhe prindërit e prindërve të prindërve të tu, për të sjellë ty në jetë, në kohën e duhur, dhe nuk ka asnjëherë një gabim në këtë pjesë. Dhe arsyeja pse Zoti të solli është për të hapur syt që ti të vish në njohjen e Krishtit, të kuptosh se sa shumë nevojë ke për Perëndin. Ti nuk je këtu thjesht për të vegjetuar, për të quar në mëngjes, për të ngrënë bukë, për të nxjerrë 2 lekë, për të jetuar një jetë të mirë dhe pastaj për të vdekur. Ti je këtu për të njohur Perëndin personalisht. E them shpesh, njofsh Perëndin është një nga bekimet më të mëdha që nuk gjendet në asnjë gjuhë pothuajse në botë. Njerëzit nuk urojnë njofsh Zotin. Urojnë Zotit të bekoj, por nuk një urojnë njofsh Perëndin. Prandaj gjë më e madhe dhe kuptimi më i madh për të jetuar është të njohësh Perëndin. Si thot Jezusi, kjo është jeta e përjetshme, të njohësh Perëndin dhe Jezu Krishtin që ai ka dërguar. Perëndia kontrollon historinë, Perëndia zgjedh, Perëndia ruan premtimet e tij, Perëndia rrëzon krenarinë njerëzore, Perëndia shpëton vetëm me anë të hirit dhe mëshirës së tij. Perëndia do të përfundojë planin e tij sipas qëllimit të tij të përjetshëm. Besnikëria e tij ndaj Izraelit garanton besnikërinë ndaj gjithë premtimeve të tij. Dhe mos haro, objekti kryesor i shpëtimit nuk është lumturia e njeriu. Shumë njerëz se mendojnë arsyeja pse Zoti na shpëton është që ne të jemi të lumtur. Por lavdia e Perëndis. Çdo gjë është për të, në lidhje me të, dhe nuk është për ne. Perëndia bën gjithçka në mënyrë që askush të mos mburej dhe e gjithë lavdia t'i takojë vetëm Atij. Historia e shpengimit nuk është historia e besnikërisë së njeriu ndaj Perëndis, por historia e besnikërisë së Perëndis ndaj beslidhjes së tij në Krishtin. Prandaj gjithë lavdia i takon vetëm Atij. Unë do të thoja, mos e merr thjesht si një informacion të njohurin e Zotit. Është jetë, është kuptimi i jetës. Do të zhgënjejnë politika, do të zhgënjej. Qofsh ti personi që do të vendosësh aty në front, në drejtimin e një vendi, dhe ti do të zhgënjesh veten tënde. A e dini që dhe ti vetë ke për të zhgënjyer veten tënde? Vetëm një është ai që nuk zhgënjen, Krishti, Perëndia. Prandaj kërko Zotin, ndërsa mund të gjendet, thot Bibla. Zoti nuk e ka lënë popullin e tij Izraelin. Zoti e ka mbrojtur Izraelin. E cili kom në botë
kaq i vogël, me gjithë të peripecit fuqishme që ka kaluar, masive, shkatrime masive, u ngrit perandoria e Babilonisë dhe tha do ta shkatrojmë të kombë. Mbretëria e famshme. Nuk është. Shumë mbretëri ka parë kjo botë kundër këtij populli të vogël. Janë zhdukur. U ngrit Hitleri në shekullin e kaluar, 6 milion hebrejnë i çoi në vdekje. Do t'i shkatroj përfundimisht tanë. A nuk të bën përshtypje si ka mundësi gjithmonë shumica e botës, perandorit të fuqishme, sikur e kanë halë në sy këtë kombë? A nuk të bën përshtypje pse? Sepse është një betejë më shumë se sa fizike, është një betejë shpirtërore mes popullit të zgjedhur të Zotit. A janë ata të gjithë besimtarë? Bibla thotë jo. Ata mohuan Krishtin, por Zoti është besnik. Zoti kur nuk do ta hedh poshtë popullin e tij. Do të kujdeset. Kështu që do të vinë dhe mbretëri të fuqishme të tjera në të ardhmen. Do t'i shpallën dhe luftë fuqishëm. Ai kom do të vazhdojë të mbetet, sepse është bebja e syrit të Zotit. Prandaj thirrja ime, nxitja ime është vetë historia na tregon që Zoti është i mirë, mirësia e tij zgjat për jetë, që Zoti të ka sjellë në këtë botë. Kërko Perëndin ndërsa mund të gjendet. Edhe Perëndia të sharton, thot Bibla, nga një ulli i egër në ullirin origjinal. O, sa e çmuar e mrekullueshme është dhurata e shpëtimit. Qofshin sytë tanë të hapur për të kuptuar bukurinë e të besuarit dhe realisht në Perëndin, jo thjesht këtë një veshje pet kufetar, por të besuarit realisht në Perëndin. Kur ti dëshiron t'ja japësh jetën, zemrën, qenien, veprimet, fjalët e tua, atij të cilit do ta shohësh një ditë ballë për ballë, si shpëtimtar, ose si gjykatës. Zgjedhja bëhet në këtë botë. Mos hezito, mos prit deri vonë, se nuk i dihet. Sot mund të jetë dita jote e fundit. Ne nuk e dëshirojmë, por nuk është në dorën tënde. Sot mund të jetë dita jote e fundit. Sa mijëra, miliona, miliarda njerëz kanë ardhur dhe kanë ikur në këtë botë. Edhe ti kështu do të jetë historia e jetës tënde. Prandaj kthehu, kërko për Zotin derisa mund të gjendet. Edhe plot ke për të mbushur në shpirtin tënd, në qenien tënde. Le të lutemi së bashku. O Atë, ti na ke dhënë fjalën tënde të çmuar, na ke dhënë Biblën. Na ke dhuruar shpëtimin. Na ke dhënë gjën më të çmuar që ka qielli, Krishtin, birin tënd, të vetëm lindurin tënd. Ti e dhe për ne, për shpëtimin ton. O sa e madhe dashuria jote. Prandaj të lutem Zot, ne në errësirë ku kemi të vështirë për ta kuptuar dhe marrim të mirëqen, por nuk harrojmë dot të shkëputemi nga përditshmëria tonë dhe sa shumë nevojë kemi për ty, Perëndi, të na hapësh syt për të kuptuar realisht nevojën që ne kemi për Krishtin. Prandaj të lutem Zot, hap syt tanë të njohim, të besojmë, të jetojmë për Krishtin derisa do të vi dita kur kemi për ta parë ballë për ballë shpëtimtarin tonë të çmuar. Faleminderit Zot që jeta nuk përfundon me vdekjen, por jeta vazhdon dhe është një dimension të mrekullueshëm, real, të vërtet me ty në përjetësi. Faleminderit Perëndi që na dhe shpëtimin. Dhe Zot lutem për njerëzit që ende nuk kanë njohur Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, do të hapësh sytë e tyre, që shpirti i tyre do të rilind, do të ketë etje për fjalën tënde të çmuar. Në emrin e Krishtit unë lutem. Amen.